Pas një zhurmë të madhe dhe shumë tensioneve në seancën e 15 të Këshillit Komunal të Tetovës që u mbajt dje, sot u mbajt mbledhja e komisionit për emërtimin e rrugëve në komunë të Tetovës. Kryetari i këtij komisioni, Albi Qamili, tregoi emrat e parë për të cilët janë dakorduar të gjithë përfaqësuesit e partive politike që participojnë në Këshillin Komunal të Tetovës. Lista e propozuar është ndërtuar mbi një parim qartë. Rrugët e Tetovës duhet të pasqyrojnë identitetin e plot qytetit, historinë, kulturën dhe karakterin shumë etnik, në të gjenden figurat e mëdha të historisë dhe kombit shqiptar si Gjergj Kasioti Skënderbeu, Naim Sami Abdyl Frashëri, Gonxhe Bojaxhiu Nën Tereza e kështu me radhë. Gjithashtu përfshihen edhe personalitete që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën kulturore, arsimore e sportive të Tetovës, si Murat Isaku e Abdulaziz Islami, dirigenti Gani Jaja e futbollisti Hakim Mehmeti. Kemi përfshirë edhe emrat mëdhenj të kulturës shqiptare, Ismail Kadare, Migjeni, Bekim Femiu. Gjithashtu edhe rrugët ku jetojnë bashkëqytetarët tanë Maqedonas nuk do të mbajnë më emra jugoslav, por emrat figurave të historisë dhe kulturës maqedonase si Krste Petkov, Misirkov, regjisori Branko Gabo dhe skulptoria Borka Avramova e kështu me radhë. Në listë përfshihen edhe emra ndërkombëtar natyrisht si Franz Kafka, Ernest Hemingway, deri tek kryeqytetet europiane si Parisi, Berlini e Brukseli që dëshmojnë orientimin tonë pro-europian. Qamili tha se gjithashtu në mbledhjen e radhës do të diskutohen edhe emrat që u shfuqizuan nga gjykata kushtetuese, si dhe mbi 600 emra të tjerë që gjenden në listën e emrave të propozuar. Si vendim kemi lënë që në një mbledhje të radhës të diskutojmë më konkretisht për këtë çështje, sepse vendimi i vitit 2007 ka qenë vetëm me 12 rrugë, ndërsa lista që është miratuar në vitin 2006 në Këshillin Komunal ka qenë mbi 40 e ca emra. Tash në mbledhjen e radhës do duhet diskutojmë dhe të sjellim vendim që ta konfirmojmë vetëm 12 emra që i abrogoi gjykata kushtetuese apo gjitha të propozimet që kanë qenë në listën e vitit 2006, pasi që në atë listë ka edhe shumë emra dhe personalitete tjera që reflektojnë identitetin kombëtar, kulturor, historik të Tetovës. Pas shqyrtimit të plotë të listës në Komisionin për Emrat e Rrugëve, kjo listë do të duhet të miratohet në Këshillin Komunal të Tetovës me shumicë votash, ndërsa më pas, ky vendim duhet të niset për miratim edhe në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.